Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ishi i burgosur i politik Samir Epishti thotë se shoqëria shqiptare po tregon një dobësi morale me heshtjen që ka mbajtur ndaj çështjes së ish të burgosurve të komunizmit. Zoti Epishti ka vuajtur 10 vjet në kampet e punës në Shqipëri dhe tani jeton në New Jersey. Pyetje se kolegu toni Lir Ekonomi nëse grevistët ja kanë arritur qëllimit pas 2 përpjekjeve për vetflim nga Gjergj Ndreca dhe Lirak Beko, zoti Epishti u përgjigj. Besoj se greva ka sensibilizu opinionin publik, po jo një mënyrë mjaftueshme, edhe nuk ka influencu autoritetet qeveritare. Greva uri, si kurse dini, është forma më ekstreme e protestës. Në qoftë që sot ishtë persekutumit protestojnë, tregon se ekstremi zgënjimit tyne nga pushteti në fuqi është i plot. Pushteti nuk po dëgjon sepse nuk kupton peshen e ranë të krimit që bëhet ndaj ish burgosurve, ish persekutuar. Presidenti bën një deklarat jo dinjitoze dhe thotë se duhet një dialog, por unë nuk mund të përfshihem. Kush mund të përfshihet nëse presidenti nuk mund të përfshihet? Akuzat publike më kanë distancuar, thotë ai. Po si mund të mos ta quash këtë një aksion politik kur atyre ju mohohen drejtat më elementare? Kryeministri hesht sepse nuk ka që thotë për beshqarive. Kryetarja parlamentit ka larduar si pan sfilati, por nuk kam gjanë për tanë, thotë, edhe vjen nga familje persekutuar. Ndërkaq viktimat e grevesurisë tentojnë vdekjen në formën më të vështirë me anin e vetë djegjes. Ju flisni pra për një detyrim moral që njerëzit qoftë në pushtet ose qoftë shoqëria o ka ishte për ndjekurve, dhe megjithëse kanë kaluar 20 e ca vjet nga ajo kohë, pra nga rënia e komunizmit, a vazhdon ky detyrim moral? Nuk ka pas një dyshim. Të gjithë ata që kanë sakrifikuar për Shqipërinë janë për të respektuar jo vetëm për tani, po edhe nga generacionet e ardhshme. Sepse kështu ndërtohet shoqëria, kështu ndërtohet kompaktësia e një komit. Shoqëria shqiptare për fatkeqme që i zuri me gojë, po tregon dobësinë i thelbër saj morale për mendimin tim. Ajo ma një heshtje që vret. Ajo tregon një indiferencë që ofendon. Zoti Epishti, le ta shohim çështjen nga aspekti i buxhetit, dhe qeveria thotë se ka bërë shumë për të dëmshpërblyer ish të burgosurit, por se edhe buxheti i shtetit nuk lejon më shumë. Sa të justifikuara janë këto pohime? Unë dëgjova atë deklaratë e Ministrisë Financave dhe permitimin tim është një patërpsi. Ka 22 vjet që ka filluar transicioni demokratik në Shqipëri. Atyre janë caktuar shpërblimi të jepet për çdo vit një teta e sasisë. Deri tani për 22 vjet ata kanë marrë vetëm një kist. Janë shumë të paktë ata që kanë marrë kistin e dytë. Si mund të justifikohet qeveria se ka marrë premtimin e tyre kur atyre nuk ju ka dhënë 7 kiste, ju ka dhënë vetëm një. Kjo është një manuvrë e padrejtë dhe që çështja e buxhetit është diçka që është si thua rregulluar më përpara, nuk ka diçka që ka gjë qeverinë pa përgatitur, por se ose qeveria ka konsumuar paratë e burgosurve për probleme të tjera, ose qeveria është krejtësisht e papërgjegjshme, nuk dëshiron që të paguajë atyre. Dhe në këto momente çfarë do të këshillonit ju ish të burgosurve? Unë jam i mendimit që të burgosurit kolegët e mi që janë sot në grevuri atje të dëgjojnë këshillin e ambasadorit amerikan Aravizo. Mos e sakrifikoni jetën. Jeta është gjëja më e shenjtë. Unë jam një çik fetar. Jeta është dhuratë e Zotit. Nuk ka drejt ta marrë njeriu sepse vetëm ai e ka dhënë, ai e merr. Prandaj na shikoni të demonstroni në mënyrat më të forta që ka mundësi për pa sakrifikuar jetën, sepse është një sakrificë që është shumë e madhe e nuk besoj se justifikohet me çështjen e kërkesave që bani ju sot.